nuk po them pasardhësit e Berishës, domethënë që të bëhen kryetar, po të krijojnë një grup brenda Partisë Demokratike që me të vërtetë të iniciojnë atë që ti je duke thënë për ndryshime. Tani, aty ka emra që kanë kapacitet, ka emra që kanë bërë kauza, ka emra cilët mund të jenë dhe ardhme e Partisë Demokratike, pa diskutim. Zoti Kolliçi është një djalë i shkolluar në Amerikë. Po sulmojnë fort këto ditë? Po gjithmonë sulmohet personazhi i cili mund të aspirojë një ngritje Landi në karrierë. Ose personazhi që është ndryshe nga turma, nga deri. E ke ndjekur besoj? Patjetër që e kam ndjekur, por unë... Cili është komenti juaj për ato që ai... Unë kam qenë prezente me zotin Kolliçit e të gjithë protestat e Bashkisë Tiranës, kështu që në asnjë moment nuk mund ta pranoja dot Landi, thonin që neve jemi bler për t'ikur aty. Unë kam lënë punën time, kam lënë gjyqet e mia dhe kam qenë tek protesta me zotin Kolliçi, sepse besonim te kauza dhe unë besoja te kauza. Jo, aktualisht beson te zoti Kolliçi? Patjetër, unë nuk e mendoj. A ka guximin dhe atë? Unë nuk e mendoj në asnjë moment që zoti Kolliçi është paguar për të bërë protesta. Nuk është. Për mua jo, sepse kam qenë në ato protesta vetë Landi prezente dhe pa diskutim unë jam një natyrë që ju njihni dhe dini që unë reagoj ndaj padrejtësisë. Dhe kur reagova ndaj Berishës, cilin e kisha ndjekur ndër vite, pa diskutim qofse do ishte e vërtetë unë do ta thoja. Po unë kam pasur vullnetin dhe pa diskutim zoti Kolliçi ka qenë dhe në një garë me Erion Velin. Kjo ka qenë dhe arsyeja pse ai ka ndjekur me shumë vëmendje protesta dhe me shumë përkushtim, me shumë punë. Nuk besoj që zoti Kolliçi është i shitur në opinionin tim. Tjetër nga këta? Ervin Saliani është një djalë i cili është buxhetar. Ai si puna jote? Nuk ka rëndësi, nuk të bën postin opozit, postit bën në qeveri. Po ato deklaratat e zotit Saliani, kështu kanë qenë e mesmja e artë. Shiko. Por pse ti thot, o zoti Berisha, ti duhet ikë se po na prish punë. Pse se bën ai këtë? Fiksoje këtë gjë, nuk të bën postin opozit. Në opozit të bën kauza, në qeveri të bën posti. Jo, pa diskutim, po. Dy gjëra të ndryshme. Të lutem më përgjigj kësaj pyetje. Si mund bëhet lider zoti Saliani, kur nuk i thon zot Berisha, zot Berisha ka bërë disa reagime. Ku e diti që nuk po pret momentin e duhur për t'i dalë përballë nga Rim dhe të presi Të presi? Patjetër. Po mbaron mandati 4 i Ramës pastaj. Kur? Iku. Po jam priu kanë zgjedhjet PD-ja. Kështu që ai mund të jetë momenti që do ta ballafaqojë Berisha. Të garoj përballë Berishës se të fitojë ai me Berishën? Po patjetër mund të jetë plani i tij. Mund të jetë plani i tij. Nuk të njoh si naive ty. Jo, nuk jam naive, po të them mund të jetë plani i tij, po e them në mënyrë hipotetike tani. Kush ka fituar me Berishën o Alesa të fitojë Saliani? Me Berishën asnjë nuk fiton aty, po ka koha është jo në favorin e Berishës. Në mund t'i thua pjesa biologjike? Pjesa biologjike, po dhe për shkak të ta thash të gjithë akuzave që bien mbi të, ta thash edhe për shkak të dështimeve që ka pasur ndaj qeverisë Rama. Nuk mund shkosh për herë të tretë me njëjtin lider që ka humbur 2 herë. Po ai ka thënë unë nuk ikë, ti thua ti ky është një ëndër Alesa. Ore mund të thoj çfarë të doj. Partia Demokratike do hyjë në zgjedhje në prill, me dëshirën apo pa dëshirën e Sali Berishës. Nuk e mbajnë dot Berisha me 5 madhështorë të pen. Kush janë 5 madhështorë? Po ta thash një. Ma thuaj edhe një herë, me 1. Po Flamur Noka 1, 2, Albana Vokshi 2, Luciano Bocci 3, Berisha 4 dhe Tritan Shehu 5. Po mi Gazmet Bardhi ke bërë shok, ë? Po nuk ka lidhje kjo të se shpuna. Po se futu Gazmet Bardhi këtu? Nuk e ka moshën biologjike Gazmet Bardhi tani. Pas ke rregulluar me Gazmet Bardhi. Po jo, s'ka unë. Po se futu Gazmet Bardhi këtu? Ai është kryetari i grupit parlamentar, zvendës kryetari i partisë dhe ti nuk fut Gazmet Bardhi këtu dhe fut këta të tjerë. Alesja këtu më zgjiņeve. Unë fus 5 që janë madhështore. Po edhe s'është Gazmet Bardhi këtu? Që kanë mbi 20 vite. Që humbi me mënyrë spektakolare në Fier. Po tani, ndoshta dhe dërguan për të humbur në Fier. Kryetari i partisë. Që nge bërë gazbardhist. Jo. Që nge bërë me gazbardhin, zonja Balliu. Unë nuk jam bërë... Po më zgjiņen këtu. Unë nuk jam bërë me Gazbardhin, por Gazbardhi ka bërë një fushat në një qark në cilën unë kam informacion. Dhe marrë informacion sa kam, e di që është një qark i majt. Pastaj për pjesën tjetër, postet i ka marrë nga kryetari i Partisë Demokratike, që është zoti Berisha, e bëri kryetar grupit parlamentar pa votë, kështu që në çdo kontekst unë nuk do sulmoj Gazbardhin, por do sulmoj autorin, që është po Berisha.
Tani ti mund ta çosh diskursin ku ke dëshirë, unë kam një kompleks apo probleme këtë çështje. Si tha i po bjera rreske djegur, Alesia, kjo që ti mbron nga zbardhin, unë nuk e kisha ndorë. Po e mbroj Ti po e mbron. Nuk po e mbroj. 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 Ti po e mbron nga zbardhin. Nuk po e mbroj. Ti po e mbron nga zbardhin. Po nuk po e mbroj. Ti po e mbron